Bashkimin Evropian, ku dje më qartë se kur ndonjëherë u pa se kush qëndron në cilën anë. Fakti që presidenti Sërb, Aleksandar Vučić, sot ndodhet në Moskë, edhe krah për krah me diktatorin Putin demonstrojnë solidaritetin dhe miqësinë e tyre, është një situatë në të cilën bëjmë thirrje, dhe atë thirrje kam bërë dhe dje gjatë takimit, bëjmë thirrje që Bashkimi Evropian të heqë dorë nga politika e ledhatimit, e cila ka dështuar me Putinin, edhe e cila është destinuar të dështoj edhe me Vučićin. Kërkojmë nga Bashkimi Evropian që të përdor një gjuhë të qartë, një gjuhë të ashpër dhe të dënoj jo vetëm këtë vizitë, por edhe të dënoj të gjitha aktet, sulmet që Serbia i bën ndaj shteteve fqinje. Prandaj në këtë kornizë unë mendoj që nuk kemi kohë për të humbur, unë mendoj që është koha që opozita t'i thras mendjes edhe të mos bllokojmë procese të cilat nuk është momenti për t'i bllokuar. Nëse nuk janë dakord me qeverinë, nëse nuk janë dakord me kryeministrin, vjen momenti për ta shprehur këtë mungesë dakordimi dhe ai është momenti kur votohet për qeverinë. Bllokimi i konstituimit të kuvendit dhe ardhja me kërkesa si kjo për ZRE-n, të cilën unë nuk e di kujt po ja drejtojnë. Nëse nuk është i konstituar kuvendi, kush do ta trajtoj kërkesën e AAK-s që e sollëm për nënshkrim dhe të cilën pastaj këtu para jush e prezantoi edhe zonja Hykmete Bajrami. Prandaj kërkesat bëhen kur kuvendi konstituohet, edhe kur janë konstituuar edhe të gjithë mekanizmat e kuvendit, të cilat mund të merren me kërkesat e tilla. Përndryshe të gjitha këto janë filma. Të gjitha këto janë madje edhe filma jo kreativ, edhe pa fantazi, sepse gjithkush e din që një kuvend i cili nuk është i konstituuar nuk mund të merret me trajtimin e tyre.